që sollën si një risi, po shndrojnë në giotin. Po çfarë temu tash të shitet atë e ka vendosur primaret e Grisë. Ju ndërkohë s'bët as primare. Partia më demokratike në historinë e Shqipërisë që ka zgjedh kryetar me votim. Ne bëm gjithë procesin e votimit në parti dhe vlerësimin e partisë. Ata që vlerësim po janë djemë dhe vajzat. Evaluation po, jo votim. Janë djemë dhe vajzat që janë ata nga deputetët që duam që dojë. Sa veta nga deputetët që duam do jenë listë nesër? Unë në qarkun e Berat, në qarkun e Dibrës, kam propozuar një djalë i cili vjen nga Londra, ka jetuar 8 vjet atje, po paraqit në ato deputet që dua, përfaqëson një masë shumë të madhe trinjsh të asaj zone që janë larguar në emigracion, janë larguar në Londër dhe nga ajo platformë. Ja vetëm se si përfaqëson, se ky përfaqësim mirë, se do ketë nga diaspora, do ketë nga diaspora. Nuk e vë fare. Se janë 250.000 veta që votojnë nga diaspora. I urojt fitoj me qëra Me thënë vërtetën, ta çunat nga Londra ke lavdrim Krashin, me thënë vërtetën që futet një standard tjetër komunikimi dhe edhe ata të PD-s ku i drejtohen zotit Krashi. Edhe ai kujdetojë atyre kanë një lloj tjetër sjellje, ja. Aty është shumë realisht aty evidentohet në mënyrë Atëherë do doja edhe më mendin e regjisë, me qendruat e Dibra. Kam një mesazh nga Mark Nika që është daja i xhaxhaja Alex Nikës, vrarë në 21 janar 2011. Mi mbroma Sokol, mundësisht nëse mund ta pyesë zoti Klosi, a është e vërtetë se Agron Malaj, ish komandant i grupit Zjarri 21 janar, është kandidat për deputet të Partisë Socialiste? Nëse po, thuajini se ka gabuar. Keni gabuar. Agron Malaj është kryetari i Bashkisë Burrelit, që ka dhënë dorëheqjen sot. Dyer nga populli e atij i asaj krajinës Matit. Ka kërkuar kandidimin dhe ka dhënë sot dorëheqjen, nesër do të marrë vendim kryesia. Është një nga ata djemt që ka qenë në 21 janar, për cilat ai ka dhënë dëshmitë e tjera, ka qenë një nga më të akuzuarit e Sali Berishës në 21 janar, për t'ia hedhur fajin se gjithë ne që ishim në 21 janar së me të ndjerin dhe së me familjarët e ndjerit, ishim në atë, le themi, të akuzuar, jo e mbani mend ditën e parë, se si u ngret e gjithë akuzat që ka ardhur vrasja jo nga urdhri i Sali Berishës, po nga vetë të majtët, dhe Agroni ishte një nga ata që u akuzua. Prandaj ka një histori për cilën ai ka dëshmuar, ka dhënë dëshmitë e tij në organet e drejtësisë. Unë e kuptoj natyrisht edhe familjarët edhe shqetësimin e tyre, po për këtë ne është një nga kërkesat tona zbardhja e 21 janarit. Dhe tani me sa duket organet e drejtësisë rreth Spaku, mbase edhe provat e reja që ka marrë, po bën një vlerësim të fundëm të asaj ngjarje që ka qenë një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë për demokracinë shqiptare, ku humbën jetën 6 vëllezërit tanë, njerëz të cilët ishin aty me ne, kishin donë situatat caktuar. Vetëm Klosi, ju përmendët një fakt që është fakt i pamohshëm. Të gjithë atje ishin në shesh. Të gjithë ishin në shesh. Të gjithë mund të kishim humbur në një mënyrë. Po aty kemi qenë të gjithë. Cilin pozicionet e veta. Vetëm ka ajo që thot zoti Nika. 4 prej tyre nuk janë më, por ama të gjithë ne mund të ishim. Po ka sens në një gjë. Ju thoni që zoti Malaj është votuar dhe ka fituar shumë thellë në një zonë në Mat, ku Partia Socialiste mos gaboj vetëm me zonën Faricë në 2011. Fitonte kur ishte Bashkia e Burrelit. Po në Mat keni fituar për të parë me Agronin dhe ka fituar dyert dhe ka fituar thellë. Tani problemi është Agroni, se Marku është në Lezhë. Ai nuk ka votuar për Agronin. Dhe ja një sekond, pse ka pra kandidimi i zotit Malaj ikën nga konotacioni lokal, futet në një konotacion kombëtar dhe një nga kauzat edhe pse Partia Socialiste nisi reformën drejtësi, ishte për vend drejtësi dhe për 21 janarin. Dhe ju e sillni, dhe jam dakord me ju se unë kam pasur zotin Malaj në emision, ai ka rrëfyer etj. Është kujtuar për 21 janarin vetëm me 21 janar. Dhe ideja është kur ti e votuesve në rang kombëtar këtë. Këtu pastaj lind ai problemi që ja vetëm vini reagim dhe direkt por. Ky lind ai problemi midis asaj që ju duhet t'i ofroni votuesit dhe asaj që ju realisht t'i ofroni. Tatash, jam totalisht dakord me ju me pozicionin që ka mbajtur zoti Malaj, se e di shumë mirë pak në informacionet e mia, kam pasur edhe në intervistë dhe e di pozicionin e tij që ai ka kundërshtuar bile qëndrimet që kanë mbajtur komandantët e tij. Por në perceptimin politik të përgjithshëm kanë humbur jetën në 21 janar dhe kjo është padyshim një nga dramat më të mëdha të jetës sonë politike. Nuk diskutohet për familjarët e tyre, është një dramë e përjetshme, po dhe për ne ka qenë një ngjarje shumë e rëndë.
Dhe ajo 21 janari, dhe ju mund ta komentoni si doni prapë, se unë nuk ju ndryshoj do të mendimin tuaj. Jo, unë po them çfarë pyetës zoti Nika, se është person në temin i palë interes në të gjë. Po mirë, pa dyshim, nuk diskutohet që po duhet shpjeguar dhe ky fakt. Agroni ka qenë pa dyshim në atë ngjarje, nuk e ka mohuar, por ama ka dhënë deklaratat e tij shumë të vlefshme për vazhdimin e procesit hetimor, ka qenë njëri i cili është marrë në pyetje, është marrë në hetim, dhe po jo them që ka qenë u fut në këtë ngjarje si nga gjuajtësit duke me intrigën e Sali Berishës që tha që ditën e parë që vrasja ka ardhur nga vetë majtët, mbani mend doli doktori në spitali ushtarak, tha që nga afër, doli thanë me thika, me çadra, me pistoleta të fsheta. Pastaj dola unë dhe ca kolegtimi që pastaj doli ju komplotor në çepyt. Dakor, me këtë nuk e diskutoj fare. Ai është kapitulli i mbyllur për ne, por edhe po kjo apo jo Skënder është ai fija e hollë delikate midis të faktit, të vërtetës dhe perceptimit, apo themi etikës apo moralit. Sa i përket perceptimit, Sokoli, unë miku tim zotit Nika dhe zotit Klosi do i thoja të njëjtën gjë, ku shpresoj që ata dy bashkohen. Do t'ishte krejt e papërfillshme se ku do të ndodhej fizikisht ose me punë zoti Malaj, sot, në qoftë se në 12 vite socialistët nuk do të kujtoheshin për 21 janari vetëm datë 21. Është një 12 vjeçar që ka shijen e absurdit, me thënë drejtën, për gjithë ne që e kemi përjetuar dhe për gjithë ne që kemi parë se çfarë socialistët kanë premtuar në momentin që morën pushtetin 2013 në lidhje pikrisht me këtë ngjarje, e cila nëse sot është çuar në kalenda, aq se edhe vetë Spaku e heq qafe e çon prokurorin e Tiranës dhe e detyrojnë që ta rifillojë pastaj hetimin, kjo ndodh sepse kanë kaluar 14 vite dhe nga 14 vite që kanë kaluar, në 12 prej tyre në qeveri ka qenë Partia Socialiste. Pra, partia e cila politikisht i ftoi ata njerëz atë ditë aty dhe që u vranë, siç thot me drejt zoti Klosi, mund të ishin vrarë edhe të tjerë, mund të ishin vrarë edhe eksponent partisë, për fat keq qelloi që u vranë ata 4 qytetarë të mirë dhe që kjo parti kishte dhe ka obligimin, unë e kuptoj retorikën me drejtësi të re, kuptoj që gjitha e kuptoj, sepse këtu kemi qenë, por ama është prap e pa justifikueshme që vetëm në 21 janar ti marrësh për dorë ato zonjat e moshuara, ti çosh atje, të vësh lule, edhe pastaj në datë 22 vazhdojmë jetën. Kjo nuk quhet, sepse nuk mund të justifikohesh vetëm me drejtësinë e re se ja ç'bëri drejtësia e re. 6 vjet Spak Sokol, ja çuan, zoti Nika e ka çuar në Spak. Ato që konsiderohen si prova të reja, dhe Spaku i çojnë prokurorit të Tiranës. Domethënë, urdhërodhe drejtësia e re. Po të mos ishe gjykata lartë, drejtësia e re. Po mos ishe Strasburgu. Strasburgu i pari. Se pastaj gjykata e lartë. Po Klosi. Drejtësia e re nuk veproi edhe pranë Strasburgut. Shumë gjëra tjera edhe për këtë ngjarje që janë ndarë pushtetet. Nuk ka mazhoranca asgjë në dorë për të bërë gjykim mbi çështjen, sepse janë organet e drejtësisë. Po, Nika thotë këtë gjë që keni në dorë ta bëni, mos ta kishit bërë. Nuk kemi asnjë instrument që të gjykojmë mbi veprat e kaluara, nuk kemi asnjë instrument për të dhënë gjykimin tonë, vetëm instrument që kishim në dorë është i të bënim drejtësinë e pavarur. Dhe këtë realizuam. Vetëm gjë që kemi sjell produkt për, le të themi, për shtetin shqiptar në kuadër drejtësisë është reformimi tërësor i drejtësisë, dhe që njerëzit besojnë tek ajo drejtësia, siç ka besuar edhe zoti Nika, siç besojmë të gjithë ne, që organet e drejtësisë së re do ta gjykojnë 21 janarin dhe për këtë do të marrin realisht vendim për sa i përket asaj që dim të gjithë, se kjo 21 janari nuk është asnjë gjë që ishte si e fshet, jo vetëm që ishim të gjithë atje, por Sali Berisha e ka pranuar vetë në emisione televizive që thotë po, unë kam dhënë urdhën, unë qellova, dhe po t'ishte se do hynin në gardh, do qelloja dhe më shumë. Edhe prej shtetit edhe ministrat janar, nëse do afrojë, nuk do jetonte më. Po pra, nuk është se ka një fshetësi në këtë që s'dim se çfarë. Jo, nuk ka. Detajet i gjykon drejtësia. Dakor. Thjesht ai thotë këtë që keni në dorë ju ta bëni, thotë pse e bëni. Megjithatë, keni arsyet tuaja, ndoshta edhe arsye elektorale, po siç do thash, debati që bëhet tu, ndoshta është debati që më i avancuar se ç'do i bëni një partie normale.
për shkak se nuk ju kërkojmë ju që mos bëni ato që bëjnë gjithë partitë e tjera, ju kërkojmë ju të bëni diçka më shumë se ç'kan bërë partitë e tjera, me që si shtoni vetë, keni bërë reformën drejtësi, me që si shtoni vetë po na premtoni, dhe inshallah e mbani kësaj radhe llafin, që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian vitin 2013. Ndërprerje shkurtër dhe rikthehemi pas pak.